Dhe ne shikues të nderuar, vazhdojmë rrjedhën e emisionit ton, ku ne kësaj radhe do flasim për hijama. Hijama është një metodë tradicionale terapeutike që vitet e fundit po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendjen, jo vetëm në praktikën komplementare, por edhe në diskutime shkencore për rolin e saj në ruajtjen e shëndetit. Për të sjellë një çështje të bazuar në përvojën profesionale dhe literaturën bashkëkohore, mjekja Rejhane Bajrami Selami ka botuar librin Hijama, perspektiva tradicionale klinike dhe komplementare në shëndetin e njeriut, një vepër e ndërtuar mbi vite studimi dhe punë praktike. Për rrugtimin e saj profesionale, procesin e shkrimit të librit dhe rëndësinë e kësaj metode në ditët e sotme, do të flasim në këtë intervistë me autorën. Mirë se erdhët e nderuar në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Kështu që ne jemi 2-2 Rejhana, zbashku në ritmin e ditës dhe shpresoj dhe besoj që kjo intervistë dhe kjo bisede jonë do t'jetë e shkëlqyer. Uroj. Atëherë të flasim pak doktoresh se si lindi ideja për të shkruar librin Hijama, që ka të bëjë pikërisht për perspektiva tradicionale, klinike dhe komplementare në shëndetin e njeriut. Atëherë kështu, do të thënë në vitin 2016 fillova me punë si terapiste hijames, ku mbajta një trajnim rreth hijames si terapi, do të thënë alternative dhe klinike. Në vitin 2020, kur ndodhi pandemia e Covidit, atëherë ishte koha kur nuk punoheshte, do të thënë edhe atë kohë unë u bëra nën për herë të parë dhe pjesa e ndërlidhshmërisë mes pandemisë dhe pjesa e pushimit të lindjes ishte një periudhë kur unë e shfrytëzova këtë pjesë që të hulumtoj më shumë rreth hijames në aspektin mjekësor dhe shkencor. Në këtë periudhë jam bazuar shumë të lexoj hulumtime shkencore të cilat janë zhvilluar dhe kanë dhënë databaza shkencore të sakta rreth asaj se si hijama ndikon në shëndetin e njeriut dhe në sëmundje të caktuara. Jam munduar të mbledh materiale mbi mekanizmat e hijames në aspektin mjekësor dhe të gjitha këto i kam grumbulluar jo me idenë që të botoj një libër, por me idenë që unë të profesionalizohem më tepër në sferën e hijames, sepse vetëm se atëherë kisha bërë 4 vite ku punoja si terapiste hijames dhe përveç faktit që ishta terapiste hijames, fakti që isha mjeke kërkonte një njohuri më thelbësore në lidhje me hijame. Të themi ke bashkuar teorinë me praktikën, duke studiuar, duke hulumtuar më shumë lidhur që ka të bëjë me hijamin. Pikërisht, dhe kjo ishte nisma, sepse të gjitha ato njohuri të cilat unë i lexoja i hedhja në letër, jo për të botuar një libër, po për të mos i haruar ato hulumtime shkencore, ato abstrakte të cilat i lexoja në literaturën mjekësore. Në vitin 2022 mbajta një trajnim i cili ishte rreth hijames, megjithatë aty na u mundsua që ne të trajnohemi, që të mbam trajnime për studentë të tjerë të sferave mjekësore që ne t'i trajnojmë që të jenë edhe ato trajnues të hijames. Në këtë periudhë, kur fillova unë të mba trajnime, kuptova që literatura shqiptare, do të thënë gjuhën shqipe për hijame ishte shumë e mangët. Dhe kjo më dha një ide që unë të filloj të shkruaj dhe që të bëj një libër që të përmbledh të gjitha materialet që ishin, do të thënë, hulumtimet shkencore, por gjithashtu edhe të gjithë njohuritë e mia dhe pjesën praktike, të cilën me vite radhëzi, do të thënë, e kam punuar me pacient, ta përthekoj në një libër i cili do të jetë në shërbim të gjithëve atyre të cilët punojnë me hijame, mirë po pse jo edhe për lexuesit të cilët dëshirojnë të dinë më shumë rreth këtij trajtimi. Mua më gëzon shumë fakti që tash vetë se më njerëzit e kanë kuptuar thelbin më tepër të hijames, sepse në kohën kur kam filluar të punoj si terapiste hijames nuk ka qenë e njohur, tash është bërë shumë e njohur dhe nuk është vetëm që vinë të bëjnë një tretman të hijames, por interesohen shumë më shumë për mekanizmat e asaj se si funksionon hijama dhe kështu më erdhi kjo ideja që të botoj një libër dhe fillova të gjitha materialet të cilat vetë se i kisha shkruar t'i mbledh dhe fillova ta vazhdoj punën time. Brenda kësaj periudhe unë u bëra nën e 2 fëmijëve dhe këto pushimet e lindjes mendoj që ja vlen të përmendet se më kanë ndihmuar që unë ta vazhdoj rrugtimin tim.
Për arsye se dinamika jetës time ka qenë gjithmonë me angazhime të shumta, koha e specializimit, punës dhe nuk më ka dhënë shumë hapësirë që unë të merrem me shkrim. Megjithatë, do doja ta potencoj që fakti që gjithmonë ka qenë ajo pjesa e pagjumësisë së fëmijëve që më ka ndihmuar që unë të shkruaj natën më së shumti dhe tash kur po bëj promovimin e librit, kur ua dërgova ftesën shoqeve, më thanë Rihan, ku e gjete kohën që të shkruash një libër, sepse ata që më njohin e din paka shumë dinamikën e jetës sime, dhe e vërteta është që nuk është që kam gjetur një kohë të caktuar që të ulëm në tavolinë dhe ta shkruaj këtë libër, megjithatë gjithë mundin tim e kam shfrytzuar që ta shkruaj brenda netëve pa gjumë, brenda pauzëve të punës, brenda kohës kur bashkëshorti që ke pasur një kohë të lirë, të themi? Momenti që bashkëshorti ka marrë fëmijët që t'i nxjerr jashtë për unë që të pushoj, unë këtë kohë e kam shfrytzuar për të shkruar dhe për të përmbledhur, për të mbledhur informacione të ndryshme, domethënë rreth hijames, andaj ky libër, aq sa më takon mua, u takon edhe fëmijëve të mi dhe bashkëshortit tim. Domethënë duhesh ti u falenderosh fëmijëve gjithsesi. Ju përmendet që këtë libër, puna për këtë libër ka nisur para disa viteve dhe ka dashur vite për të hulumtuar, hulumtime shkencore për t'i bërë, për të gjetur se çfarë konkretisht ka të bëjë, që të ka ndihmuar ju e potencuate edhe vetë, ajo pjesa praktike, por edhe teoria. Sa sfiduesi ishte mbledhja e materialeve dhe çfarë kërkimi shkencor keni bërë, mund të na thuani? Është dashur të kërkohen shumë hulumtime shkencore, mirë po të gjitha duheshte të bazohen në databaza shkencore. Domethënë nuk ishte vetëm të marrësh të shkruash një informacion pa e verifikuar si informacion të saktë. Domethënë të gjitha që e kam shkruar në libër janë materiale të cilat janë verifikuar. Për shembull është punuar një studim shkencor mbi një sëmundje të caktuar se si ndikon hijama, lehtëson, shëron apo çfarë ndikon hijama, do me thënë konkretisht në një sëmundje të caktuar. Dhe prandaj të gjitha këto jam munduar t'i përmbledh me fakte të sakta. Gjithashtu këtu kam potencuar edhe teoritë ndryshme, të cilat spjegojnë se si hijama mund të ndikojnë në efekte, se si mund të jap efekte konkretisht në organizmin e njeriut, në sisteme të ndryshme dhe organe. Jam munduar të gjitha t'i potencoj në aspektin mjekësor, po edhe në atë komplementar dhe tradicional. Si që shifni, do me thënë, libri im është perspektiv tradicionale, klinike dhe komplementare, do me thënë, gjithmonë jam munduar të ruajat profesionalizmin tim, si mjeke, që lexuesi ta kuptoj që hijama qëndron mes këtyre të trijave dhe nuk është vetëm tradicionale, por nuk është as 100% klinike, por është ndërthurje mes këtyre të trijave. 3 në 1, si themi. Ashtu po. Ju jeni mjeke e përgjithshme dhe specializante në terapin fizikale dhe rehabilitim. Sa ka ndikuar përvoja juaj klinike në, të themi, në përmbajtjen e librit? Mund të them se ka ndikuar shumë për arsye që se rastet klinike të cilat i kemi mësuar, domethënë në klinikë dhe pjesa praktike e ime të cilën e kam parë vetë, domethënë gjatë punës sime pothuajse 10 vjeçare, ka ndikuar shumë dhe më ka lehtësuar procesin e të shkruarit një libër. Të ka ndihmuar kjo pjesa. Mund të na thoni se trajnimi i parë për hijame keni ndjekur në Londër, në vitin 2016. Çfarë ju shtiu të zgjidhni pikërisht këtë fushë që ka të bëjë me hijamin? Gjatë studimeve të mia si studente, gjithmonë kam pasur një dëshirë të madhe që shkencën, më thënë mjekësinë konkretisht, ta ndërlidh me aspektin fetar. Dhe gjithmonë kam qenë e bindur që ekziston një urë lidhëse mes fesë dhe shkencës, dhe hijama më ka konfirmuar dhe më ka bindur që mjekësia dhe shkenca mund të ecin krah për krah. Dhe pikërisht kjo është ajo arsyeja që unë fillova të merrem me hijame, sepse tangon dy drejtime, edhe aspektin fetar, po edhe aspektin shkencor. Dhe jam bërë dy lidhjen e dim atë pjesën se shumicën e rasteve dhe në librin e shejt kemi thonë për gjithçka ka një shërim, po thjesht duhet të hulumtohet dhe të zbulohet, të themi kështu. Pikërisht ashtu është, megjithatë nuk më ka mjaftuar asnjëherë kur thonin se e ka preferuar pejgamberi, paqja qoftë mbi të. Gjithmonë kam dashur që këtë thënien e pejgamberit ta përcjell me mesazhe shkencore, që nuk ka qenë e kotë që e ka propozuar dhe e ka preferuar profeti ynë, po ka hulumtime shkencore dhe ka
vërtetime të cilat janë edhe me mjekësi dhe prandaj ka një efekt edhe shkencor, jo vetëm ai fetar. Ai fetar. Më pas jeni certifikuar edhe në Beograd dhe Egjipt. Çfarë përvojësh dhe njohurish sollën këto specializime në punën tuaj? Në vitin 2019 kam qenë pjesëmarrëse në trajnimin i cili është mbajtur në Beograd. Kryesisht mjekët të cilët kanë mbajtur trajnimin në Beograd kanë qenë mjekët nga Bosnja dhe kanë qenë shumica e tyre specialistë të fushave të ndryshme dhe kjo na ka ndihmuar shumë që të zhvillohemi sepse atëherë ishte pak a shumë edhe fillimi i rrugtimit tim si terapiste hijames dhe mund të them që ka dhënë një kontribut shumë të madh trajnimi në Beograd. Në vitin 2022 jam certifikuar në Egjipt. Në Egjipt trajnimi ka qenë kryesisht vetëm për mjek dhe specialistë të ortopedisë, kirurgjisë, të fiziatrëve, do të thënë drejtime të cilat mund ta përfshin tretmanin e hijames si pjesë e terapive të tyre të cilat i punojnë. Në trajnim kam marrë edhe certifikat për të qenë edhe trajnuese e terapisë së hijames. Ju fillimisht praktikën e hijamit të keni filluar në Saraj, më pas edhe në Qair. Mund të na thuani si ka ndryshuar ndër vite interesimi i qytetarëve për hijam? Interesimi ka qenë shumë i madh, prandaj, domethënë, fakti që unë fillova të jetoj në Qair dhe fakti që pacientët nga Qairi vinin në Saraj, ishte ajo pjesa që unë e kuptova që duhet edhe një lokacion i dytë dhe një ordinancë e dytë që t'ua ndihmoj pacientëve, domethënë procesin. Gjithashtu fakti që kisha shumë pacientë nga Kosova, nga qytetet e ndryshme, domethënë të Maqedonisë së Veriut, vinin nga Kumanova, Prilepi, Velesi dhe pak pjesa e Sarajit ishte më periferike dhe më e largët, prandaj vendosa që të ndahem në dy lokacione. Pjesën e Sarajit t'ua lë komunës së Sarajit, qyteteve që janë Tetov, Gostivar, Ohër e kështu me radhë, ndërkohë që pjesën e Qairit t'ua lë qytetarëve që janë më afër, por gjithashtu edhe që të bëj një balans mes punës për arsye se ishte shumë ngarkesë që çdo ditë të udhtoj në Saraj, ndërkohë pastaj fillova çdo ditë në Qair dhe një herë apo dy herë në javë në Saraj. Në Saraj. Ju gjithashtu keni filluar të trajnoni edhe studentë të drejtimeve mjekësore që ka të bëjë me hijame. Sa është e rëndësishme që hijama të mësohet mbi baza profesionale dhe të atyre shkencore? Mendoj se çdo trajnuesi hijames, çdo student që dëshiron ta mësoj hijamen është thelbësore që të ketë sadopak njohuri anatomike, fiziologjike, patologjike. Do duhet patjetër të lidhet me mjekësia. Kjo është bindja ime dhe vazhdoj ta kem këtë bindje, ndonse ka trajnues të cilët e punojnë, domethënë mbajnë trajnime edhe jashtë profesionistëve mjekësor, megjithatë kjo bindja ka qenë prej në fillim dhe vazhdoj ta mbaj këtë drejtim për arsye se trajnimet zakonisht janë të shkurtra, parafërsisht 3 ditore dhe një student i cili nuk ka bazë anatomike, fiziologjike e kështu me radhë, nuk do të mund ta kap aq lehtë sikurse një student i cili vetë e din ndërtimin e trupit të njeriut, i din organet, e din pak a shumë fiziologjinë, e din një sëmundje pak a shumë të caktuar se si funksionon trupi i njeriut, dhe kështu që mendoj që është thelbësore pjesa e kësaj, sepse kërkon terapia hijames është një terapi që kërkon profesionalizëm. Libri bashkon aspektin tradicional dhe me atë klinik dhe komplementar. Sa keni arritur ta ruani këtë ekuilibër? Gjithsesi me një libër ju e potencuat pak a shumë që i keni bashkuar 3 në 1 dhe sa jeni munduar që mos ta hupi atë efektin, por edhe ekuilibrin, gjitha ti mbani me një anë, me një peshë. Ashtu si që ceka më herë, do më thënë gjatë shkrimit të librit tim jam munduar që ta ruaj profesionalizmin dhe lexuesi ta gjej atë pjesën e përbashkët të komplementaritetit, të klinikës dhe të tradicionales. Do më thënë nuk dua që hijama të njihet vetëm si terapi alternative, por as që të dihet se hijama është shëruese për të gjitha dhe që pjesa mjekësore të mos merret në konsiderat. Do të thënë janë dy çështje të cilat kur të bashkohen krijojnë një perfeksionizëm shumë më të madh. Prandaj do të thënë gjithmonë në libër kam cekur se
hijama ndihmon, ose nuk kam cekur askund hijama shëron 100%, ose dikun, do të thënë gjithmonë jam munduar të ruajt baraspeshën mes dy sferave, edhe pse brenda këtyre 10 viteve kemi pa, do të thënë, edhe pacientët e dinë, po edhe unë vetë kam pa mrekulli të ndryshme, të cilat hijama i ka shëruar, ndërkohë që me mjekësi e dim që nuk ka, do të thënë, një sëmundje e caktuar shërim. Megjithatë, gjatë pjesës së librit gjithmonë jam munduar që ta ruaj atë pjesën profesionale. Profesionale. Mund të na thuani se cilat janë disa nga keqkuptimet më të shpeshta që hasni rreth hijamës? Si keqkuptim më të shpesh do ta potencoja. Por edhe nga ana e të themi edhe të pacientëve. Ashtu. Si keqkuptim më të shpesh do ta potencoja faktin se ekziston një bindje që gjithkush mund të bën hijame. Për shembull, njeri i thjesht, i zakonshëm që nuk ka as pak njohuri në mjekësi, mund ta bën hijame, dhe unë mendoj që kjo nuk është e saktë, dhe mendoj se është një keqkuptim nga njerëzit ose nga vetë populli. Pastaj pjesa tjetër do ta potencoja që ndoshta është një keqkuptim që mendohet se hijama mund të mësohet vetëm me një trajnim të thjeshtë. Unë çdo herë edhe trajnuesve të mia të cilat vinë për të marrë trajnim, u them trajnimi mëson pikat kryesore që të mund të fillosh me hijame. Mirë po se sa do të zhvillohesh profesionalisht në rrugtimin tënd si hijame, do të mbetet sa do të lexosh. Do të thënë, hijamja është sikur një fakultet në vete që kërkon punë, lexim dhe kërkim diturish. Mund të na thuani se cilat personave ju lejohet të themi, ose nëse unë vi, a më lejo që unë ta bëj një hijam për vete, kur bëhet fjalë për shëndetin? Mundesh, megjithatë. A kërkoni të themi edhe në qoftë një raport mjekësor? Jo, nuk kërkoj raport mjekësor për arsye se vetë jam mjeke dhe prandaj e pyes pacientin për shembull për çfarë don të bësh hijame dhe në bazë të asaj se për çfarë ka nevojë, unë e pyes pyetje. Për shembull, nëse një pacient është në moshë të re dhe kërkon që ta bën hijamen për kokëdhimbje, atëherë e pyes në lidhje me çështjet që i tangon kokëdhimbjes. Nëse don ta bëj për ndonjë sëmundje tjetër të caktuar, do të thonë gjithmonë bazohem në atë se për çfarë don ta bën hijame. Gjithashtu, do të thonë, është rëndësishme të pyetet, të merret në pyetje terapia që e përdor, diçka, do të thënë, që duhet ai të tregon ndërhyrjet kirurgjikale ose arsyet ose dhimbja kur ka filluar, që të mund të, do të thënë, të kesh një bashkëpunim me profesionistin mjekësor. Po që se, do të thënë, vendoset që të bëhet hijamja tek ndonjë që nuk është mjek, atëherë është mirë që të kërkohet një mendim profesional me qëllim që mos të bëhen lëshime dhe gabime të cilat pastaj kushtojnë. Ka një kategori të personave të cilët as pak nuk ju lejohet të bëhen hijame? Ka disa kundërindikacione. Kundërindikacione ato janë, do të thënë, edhe në libër është përmendur indikacionet dhe kundërindikacionet e pacientët të cilët nuk lejohet, do të thënë, të bëhet hijame, janë rastet më të pakta. Prandaj shpesh herë pacientët kur vinë më pyesin për çfarë mund të bëhet hijamja, unë e tham më pyesni, më tregoni se për çfarë doni ta bëni, për shkak se indikacionet tek të cilat bëhet hijama janë të shumta, kurse kundërindikacionet janë më të pakta. Kundërindikacionet të cilat, do të thënë, nuk lejohet të bëhet hijama është zakonisht e pacientët të cilët ka sëmundje, do të thënë, terminale, ka sëmundje kancerogjene, edhe pse kulumtimet e fundit tash, do të thënë, po shpjegojnë se mund të bëhet një ndërlidhje. Në vitin 2023 është, do të thënë, përgatitur një abstrakt i cili ka treguar se edhe në pacientët me kancer ndihmon. Kjo megjithatë për arsye se nuk është verifikuar, qëndrojmë në atë që pacientët të cilët janë në stade, do të thënë, të fundit të kancerit, ose në stadiet të cilat vetë nuk janë në pushim, po janë në remision, atëherë këto nuk lejohet. Pacientët shtatzane në muajt e parë të shtatzanisë nuk lejohet. Pacientët të cilat kanë për shembull stent në zemër kërkojnë një profesionalizëm më të madh, pacientët anemik kërkojnë një profesionalizëm më të madh, të gjitha janë ato çështje të cilat kërkojnë një profesionalizëm. Megjithatë, pacientët të cilët duan për shembull të bëjnë hijame, mirë po ka një plag në vendin ku duan të bëjnë hijame, atynve u ndalohet, ose një fraktur, ose një dëmtim lëkuror, të këto ndalohet hijamja, e kështu me radhë. Çfarë duan të kenë parasysh, të themi, pacientët kur të vinë për të bërë një hijam? Mendoni përgatitja? Përgatitja. Sidomos ajo përgatitja psikologjike. Për mua ndikon. Unë kam shumë dëshirë ta bëj, po disi e kam si frikë kam. Në realitet,
hijama kur ta shofish, do të thënë ajo pjesa që tregon që frikë ke, është duket shumë më trishtuese se sa në fakt që është. Me ato gotat, në fakt nuk ka dhimbje, ose është një dhimbje sipërfaqësore, do të thënë sepse është një gërvishtje sipërfaqësore gjatë procesit. Megjithatë, do të thënë është shumë e rëndësishme që pacientit në momentin që vjen mos të ketë stres, do të thënë të jetë i përgatitur psikikisht dhe fizikisht. Është me rëndësi, do të thënë që përgatitja që të mos ushqehet 2-3 orë para se të bën hijamen, të jetë i pastër, të ketë, do të thënë, para përgatitje, do të thënë, të vetë procesit, do të thënë, të shëndetit të tij, dhe natyrisht që të jep një anamnezë paraprakise për çfarë do të bën hijame, që ne ta kemi parasysh se për çfarë duhet ta përgatisim. Doktore, mund të na thoni si a mund të zëvendësoj hijama trajtime mjekësore apo duhet të shihet si një metodë plotësuese? Ka raste kur hijama shihet si një metodë plotësuese, mirë po ka raste kur hijama është një ndër metodat më të mira me të cilat mund të trajtohen sëmundje të ndryshme. Për shembull, nëse marrim një kokëdhimbje ose një kokëdhimbje të generalizuar ose një migrenë, unë mendoj që është shumë më efektive procesi i hijames se sa terapia që jepet. Do të thënë, ajo balansi që tham. Por nëse është një sëmundje pak më serioze që hijama vetëm lehtëson, atëherë gjithmonë duhet të jetë në bashkëpunim me mjekun. Mund të na thuani se kujt i dedikohet ky libër? Profesionistëve të shëndetësisë, studentëve apo publikut? U dedikohet të gjithëve, do të thënë përpos profesionistëve shëndetësor, ata të cilët merren me hijame, gjithashtu edhe mund ta lexojnë edhe lexuesit të cilët dëshirojnë të kenë njohuri më të madhe rreth hijames dhe rreth mekanizmave të saj. A mund të themi që është libri i parë i këtij lloji për hijame në gjuhën shqipe? Mund të themi, nuk e di nëse ekziston ndonjë libër tjetër që është përgatitur, domethënë në këtë mënyrë. Ndoshta ka disa libra, nuk e di sakt, domethënë nëse janë si lloj broshurash që janë përgatitur rreth hijameve, megjithatë kjo metodë, domethënë në mënyrë e bazuar në mënyrë komplementare dhe klinike, ndoshta është e para. Mendoni se do t'ju shërbej profesionistëve? Uroj që të shërbej, unë besoj që do të marrë njohuri të mëdha rreth kësaj, për arsye se me të vërtetë është bërë vite studim dhe hulumtim rreth kësaj çështje dhe është përthekuar në një libër dhe mendoj që nuk është lehtë të gjenden gjithë këto materiale brenda kësaj periudhe, por gjithashtu edhe ajo fakti që përvoja 10 vjeçare imja ka bërë që të nxjerrë në pak të gjithë atë që brenda kësaj periudhe e kam studiuar, mendoj që do të ketë secili që do ta lexon do të merr informacione dhe dije të përgjithshme rreth hijamës. Mund të na thoni çfarë do të thotë hijam në thelbësi? Hijama, po. Hijama, domethënë është rrjedh nga gjuha arabe që nënkupton që domethënë hajm, që nënkupton domethënë një lloj përthithje. Me përthithje nënkuptojmë nxjerrjen e gjakut, i cili vetëm se i bën dëm organizmit ton. Ajo është gjak në të cilin është mbledhur qeliza të vdekura ose të plakura, të cilat më nuk e kryen funksionin në trupin e njeriut, ose domethënë kanë kryen një funksion të ngadalt në trupin e njeriut. Dhe këto vetëm i bëjnë dëm organizmit, sepse nuk lënë hapësirë për qelizat e reja të cilat e ushqejnë trupin ton me oksigjen dhe elemente ushqyese. Këto i nxjerr në fakt hijama, prej nga i nxjerr nga sistemi limfatik, e tash kur kthehemi te sistemi limfatik është sistemi i cili nxjerr fundërinën e toksinave dhe helmeve të cilat gjenden në organizmin ton. Nga absorbohen gjithë ato toksina, mund të themi nga ushqimi, nga ajri, nga stresi, nga terapitë ndryshme që marrim, nga vetë, domethënë, jeta jonë, sidomos tash jeta hereditare, kështu që të gjitha ato grumbullohen në sistemin limfatik, por ndonjëherë aq shumë mbingarkohet kjo dhe nuk mund që sistemi limfatik dhe organet të cilet kryen detoksikimin e njeriut nuk mund t'i nxjerrin dhe pikërisht këtu hyn në funksion hijama dhe nuk ka tjetër metodë e cila bën një detoks kaq të mirë sikurse ky tretman. Dhe kjo që e shohim shpesh herë edhe shumë të them edhe fytyra publike, por edhe sportistët e bëjnë këtë hijam. E bëjnë për arsye se është një metodë vetme e cila nxjerr nga trupi i njeriut toksina të cilat nuk bëjnë dobi, përkundrazi vetëm bëjnë dëm në organizmin e njeriut dhe nuk ka ndonjë metodë tjetër, sepse shpesh diskutohet çështja e hijames dhe dhurimit të gjakut dhe është mirë këtu të potencohet se ka shumë dallim mes dhënies së gjakut dhe
dhe hijame, sepse nga dhurimi i gjakut, do të thonë nxirret gjaku venos, vetëm gjaku i cili është i dobishëm dhe shfrytëzohet ai gjaku, ndërsa nëpërmjet hijamës nxjerret gjak i cili më nuk shfrytëzohet, por hidhet sepse është i padobishëm për trupin e njeriut. Dhe me nxjerrjen e gjakut nga hijama ne organizmit tonë i mundsojmë që të fillon të punon më mirë dhe të ushqehet me oksigjen dhe elemente ushqyese. Doktoresh, mund të na thuani edhe një pyetje, se tani vetëm më lindi në rreth hijamit, se unë jam shumë interesuar për këtë pjesë. Sa herë, të themi, në vit pacienti ka të drejtë për të bërë hijam? Ka për shembull një numër të caktuar apo nuk ka, është relative kjo çështje, varet për çfarë arsye do ta bën pacienti hijamin, do të thënë në bazë të asaj përcaktohet se për çfarë arsye bëhet hijami. Në përgjithësi, do të thënë vetëm një detoks të përgjithshme për ta bërë një pacient i cili është komplet i shëndosh dhe e bën hijamin dhe nuk ka, do të thënë probleme tjera shëndetësore, është preferohet 2 herë në vit, në pranverë dhe në vjesht. Por për pacientët të cilët bëjnë hijamin për një problem të caktuar, se nuk është patjetër të jetë sëmundje, mund të jetë një problem i caktuar, metodë gjithmonë jemi në konsultim në varësi të asaj se çka punohet në tretmanin e parë. Pastaj e vendosim nëse duhet të vi pas 1 muaji, pas 3 muajve apo pas 6 muajve. Doktoresh, ajo që kemi zbuluar ne për juve është se ky libër nuk është libri juaj i parë. Ju më herët keni shkruar edhe një libër tjetër me poezi. Dhe atëherë ku e keni gjetur të themi motivimin? Kësaj radhe ju thatë më herët që me fëmijët ju kanë motivuar, ky libër është fal fëmijëve tu, bashortit, por atëherë fal kujt? Kam qenë në shkollë fillore atëherë, shkrimi gjithmonë ka qenë pjesë shumë e veçantë për mua. Mbaj mend si fëmijë kam pasur një ditar ku shkruaja, do të thënë çdo sende kam pasur dëshirë që ta hedh në letër, dhe poezitë ndonse kanë qenë fëmijërore, kanë qenë poezitë të cilat janë bazuar në jetën time të përditshme. Për shembull kam shkruar për shoqet, për nënën, për familjen dhe kështu me radhë, për shkollën, mësuesen. Çdo poezi ka qenë e bazuar në jetën time të përditshme. Fakti që fillova mjeksi më ka stepur nga shkrimi, për arsye se drejtimi mjekësor kërkon shumë punë dhe nuk më është dhënë hapësira për të shkruar, mirë po dëshira për të shkruar, do të thënë, erdhi dhe u ndërlidh me mjekësinë dhe me terapinë e hijamës. Pas këtij botimi, cilët janë planet tuaj në fushën e mjekësisë, hulumtimit dhe botimeve të ardhshme? Mendoni edhe më tej për ndonjë libër tjetër? Fillimisht uroj që ta mbaroj specializimin dhe pastaj padyshim që ka shumë plane, por një herë mbetet pjesa kryesore, do të thënë, dhe plani më i rëndësishëm, mbarimi i specializimit. Dhe në fund, cili është mesazhi që dëshironi të mbetet tek lexuesit pasi që ta lexon këtë libër? Do të doja që çdo lexues i cili do ta lexon librin, ta mbyll librin me bindjen se hijama kërkon dije, përgjegjësi dhe etik profesionale. Uroj që ky libër të shërbej për të gjithë ata të cilët janë të interesuar për hijamen dhe ta kuptojnë vlerën e saj si një qasje tradicionale, komplementare dhe klinike. Dhe në fund në pyetje për gjithë lexuesit që kanë dëshirë për të lexuar rreth, ku mund ta gjejnë librin? Mendoj se do të gjendet në shtëpitë e botuesit, të gjithë ata të cilat janë botuesit shqiptare, mirë po megjithëse sot është dita e promovimit të librit dhe ende nuk kemi pasur hapësirë dhe kohë që ti dorëzojmë, po të mbaron sot eventi dhe pastaj me siguri do të ketë njoftim. Unë ju faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë Ritmi i ditës, që na zbuluat shumë gjëra për hijamin të cilët nuk i kemi ditur, edhe për mua, por edhe për shikuesit tanë. Shpresoj që kur sot do e bëni edhe promovimit të themi në mënyrë solemne të librit dhe tani më lexuesit të gjithë do të kenë mundësinë për të lexuar, për ditur më shumë lidhur me hijamin nga një profesioniste, një mjeke që sadopak keni bërë një hulumtim të gjerë që ka të bëjë me hijamin. Faleminderit që na nderuat edhe ju. Faleminderit edhe një herë.